Ashpërsohen masat për shkeljet e rregullave të qarkullimit rrugor. Ndryshimet e reja në kodin rrugor kanë hyrë në fuqi me 7 gusht dhe parashikojnë sanksione më të forta për drejtuesit që kapen pa leje drejtimi nën efektin e alkoolit, përdorin telefonin gjatë drejtimit apo kryejnë manovra të rrezikshme. Masa këto që synojnë rritjen e sigurisë rrugore, ndërgjegjësimin e drejtuesve të mjeteve dhe uljen e numrit të aksidenteve rrugore. Ashpërsimin e masave ndaj sjelljes të rrezikshme në rrugë, mos rregullimit të shpejtësisë në rrugë me fushpamje të kufizuar, përfshirë manovrat agresive, ndryshimin e shpeshtave të korsisë pas sinjalizim dhe shkeljet që rrezikojnë përdorësit e tjerë të rrugës në zonat urbane, në afërsitë të shkollave, kryqëzime dhe degëzime. Masa administrative për këtë shkelje është rritur nga 20 në 60.000 lekë, nga 1.000 deri në 40.000 që ishte përpara se të miratoheshin këto ndryshime. Një nga ndryshimet lidhet me drejtuesit që kapen duke drejtuar automjete pa qenë të pajisur me leje drejtimi. Për këta persona, e drejta për të pajisur me leje shtyhet deri në 1 vit, ndërsa për të miturit afati shkon deri në 2 vjet. Shtyrjen e drejtës për të pajisur me leje drejtimi deri në 1 vit për personat që konstatohen duke drejtuar mjete pa qenë pajisur me leje drejtimi. Ndërsa për të miturit kjo periudhë shtyhet me 2 vjet. Në këtë kuadër, shërbimet e policisë rrugore në policinë e shtetit do të informojnë për çdo rast drejtorinë e shërbimeve të transportit rrugor si institucioni kompetent për lëshimin e lejeve të drejtimit, për kryen e procedurave përkatëse të regjistrimit në sistem të personave të evidentuar. Masat të forta parashikohen edhe për drejtuesit që përsërisin shkeljet në lidhje me alkoolin. Leja e drejtimit hiqet përgjithmonë kur një drejtues rezulton me nivel alkooli mbi 0.5 gram për litër në gjak dhe është ndëshkuar më parë për drejtim mjeti në ndikimin e alkoolit ose në gjendje të dehur. Heqen përgjithmonë të lejes drejtimit kur një drejtues mjeti rezulton me një vlerë alkoolike më të lartë se 0.5 gram për litër në gjak dhe është konstatuar e ndëshkuar më parë për drejtim mjeti në ndikimin e alkoolit ose në gjendje të dehur. Kjo masë vjen si nevojë e adresimit të fenomenit shqetësues të aksidenteve rrugore me pasoja të rënda për shkak të drejtimit të mjetit në ndikimin e alkoolit apo në gjendje të dehur. Të ashpra janë edhe masat për manovrat e rrezikshme në rrugë, veçanërisht në zonat urbane, pranë shkollave, në kryqëzime dhe në rrugët me fushpamje të kufizuar. Ndryshimet prekin sjelljet e tilla si shpejtësia pa përshtatshme, ndryshimet e shpeshta të kursisë pa sinjalizim dhe manovrat agresive që rrezikojnë përdorësit e tjerë të rrugës. Për këtë shkelje, masa administrative rritet nga 20.000 deri në 60.000 lekë. Një tjetër risi lidhet me përdorimin e telefonit celular. Saksojmë se përdorimi i telefonit celular gjatë drejtimit të mjetit rezulton një ndër shkaqet kryesore të humbjes kontrollit mbi mjetin dhe për pasojë edhe për aksidentet rrugore me pasoja. Një tjetër ndryshim në kuadër të ligjit është sanksionimi i masave të posaçme për drejtuesit e ri që kanë marrë lejen e drejtimit gjatë 24 muajve të fundit. Për sa i përket drejtimit të mjetit në ndikimin e alkoolit, si edhe kufizimet posaçme të shpejtësisë për këto kategori drejtuesish. Një ndryshim tjetër është heqja e konvertimit të pezullimit të lejes drejtimit të lëshuar nga shteti shqiptar me pagesën e një shume sa 2 fishi i masës administrative maksimale të parashikuar për normë shkelur. Sqarojmë për këtë pikë se nëse përpara datës 7 gusht një drejtues mjeti i evidentuar, i kapur në shkeljet në normë dispozite të kodit rrugor, ku përveç masës administrative në vlerë monetare parashikon edhe masën plotësuese të pezullimit të lejes drejtimit, me ndryshimet e fundit, ndërkohë që kishte mundësinë opsione për të paguar 2 fishin e vlerës maksimale të gjobës për mos aplikimin e masës plotësuese të pezullimit të lejes drejtimit, kjo mundësi tashmë e hiqet dhe leja drejtimit pezullohet automatikisht për çdo normë të shkelur ku parashikohet pezullimi i lejes drejtimit. Policia rrugore thekson se qëllimi i ndryshimeve nuk është ndëshkimi i drejtuesve, por parandalimi i aksidenteve dhe mbrojtja e jetës.